Shenja e luanit. Luani është një nga liderat të cilët fjalët e tyre do të dëgjohet, të përmendet edhe në fillim. Kjo është edhe arsye që të gjithë ata që janë tek shenja e luanit çëse periudha mund të jenë pak a shumë në skenë. Jo vetëm për këtë arsye, por kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm nga Marsi, i cili bën ata vërtet shumë të lëvizshëm dhe mbi të gjitha shumë aktiv. Fjala e tyre ka fuqi veprimi, pra mund të bëjë të tjerë që të veprojnë. Për këtë arsye, edhe ata vetë, në qoftë se e thonë diçka, mund të vënë re që mund të ndjejë një farë detyrimi për ta bërë këtë si gjë. Jemi në një periudhë ku shenja e luanit është vërtet shumë kreative dhe mbi të gjitha mund të jemi futur në një fazë ku mund të kemi dhe krijimin e familjeve të reja ose më të themi mund të kemi lindje të shumta, sepse do të kemi dhe shtatzënie të shumta për shenjën e luanit. Kjo është hëna e plotë e cila do të thotë edhe mbarimin e periudhës së beqarisë ose më të themi mbarimin e periudhës ku nuk kemi qenë prind. Pra, pas kësaj mund të bëjmë prind shenja e luanit, po e themi në këtë mënyrë. Kemi fillime të reja në çështjet e tyre romantike dhe mbi të gjitha mund të jemi shumë herë më të hapur ndaj të res që do të hyjnë në jetën tonë. Jemi shumë më tepër aktiv siç e përmenda. Një temë tjetër që ka shumë rëndësi për shenjën e luanit do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm ndaj shoqërisë tonë. Sidomos personave që domethënë një gjë që e thon tani nuk e thon pas 5 minutash, ndaj personave të tyre do të këshilloj që gjesa e periudhës të qëndrojnë pak larg. Këta janë persona të cilët mund të jenë shumë më tepër manipulativ se çfarë mendojnë shenja e luanit, për këtë arsye do t'i këshilloj që të qëndroni pak më tepër larg në mënyrë që të perceptojnë mirë nëse duam apo s'duam që të mbajmë jetën tonë. Do të kemi një rritje në efikasitet edhe tek shenja e luanit. Kjo efikasitet do të vijë në përgjithësi në lidhje me mënyrën se si ata i veprojnë, se si i bëjnë gjërat, ndërkohë që do të kemi automatikisht edhe një mbrojtje nga hyjnorja, por mund të kemi edhe zmadhimin edhe të problemeve që kanë të bëjnë me botën e tyre të brendshme, ose më themi shqetësimeve të brendshme. Do t'i këshilloj që të marrim parasysh në mënyrë që të mund të zgjidhim. Pra, nuk kemi asgjë negative në jetën tonë, nëse se nuk e mbajmë aty. Nëse e mbajmë aty, aty do të zmadhohet. Pra, mjafton që ta lejojmë që të ikim. Gjithçka që nuk është negative, gjithçka që nuk është pozitive dhe shëndetshme për ne. Është e vlefshme për gjitha shenjat, por sidomos shenja e luanit do ta ketë edhe më të zmadhuar këtë si ndikim. Po kalojmë me një